Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Janë edhe disa çështje tjera të rëndësishme që kanë të bëjnë me çështje para se më nismi trajtu në detaje dispozitat e fikut, të cilat neve në hynë punë për arsye se një pjesë e tyre kanë të bëjnë me kuptimin e disa prej terminologjive që kanë përdorur dietarët edhe të cilat na do t'i përdorim gjatë, sharimit të dispozitave. Mirë po fillimisht, çështja para se me sqaru ato termet që kanë përmendur dietar, fikhu si fikh, i cili ka kuptimin e dijes rreth dispozitave veprore, fetare, të cilat janë të nxjerrura nga argumentet e ndryshme të fesë. Pra që kjo është ai definicion e fesë. Fikhu si fikh nuk është për më mësu vetëm teoretikisht, po domosdoshmërisht duhet më praktiku. Për arsye se është nxjerrur nga Kurani dhe Suneti. Edhe nëse njerëzit e lënë anash fikhun, e mësojnë vetëm ose nuk i kushtojnë vëmendje, edhe nuk e praktikojnë në jetën e tyre të përditshme, një farë aspekti i vjen që, me lënë anash edhe me braktisë Kuranin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, fikhu nuk mësohet vetëm për teori, po fikhu mësohet se të vijnë në jetë. Vijnë qysh me adhuru Allahun azza wa jall, qysh me fal namazin, qysh me agjeru Ramazanin, kur do të me dhon zakat, kush do të me dhon zakat, kur do të me hi, kur lejohet me hi në një transakcion, me një kontrat, kur nuk lejohet, a konsiderohet kamata, jo, a lejohet me martu me filan femnën, apo nuk lejohet me martu me filan femnën, e kështu me radhë, më thonë këto janë çështje të përditshme që njerëzit, përballen me to, e që mësimi fikut pra nuk është vetëm mësim teorik, po duhet më praktiku. Dhe për këtë ka argumente të shumta, për shembull për argumenteve të Kuranit që dëshmojnë se duhet më nështru Allahut edhe pejgamberit alayhis salam, na përmendëm se fiku është i nxjerrur prej Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit alayhis salam, që nikosisht ka kuptimin që duhet më nështru edhe më zbatu, më apliku dispozitat e fikut në jetën e përditshme. Është fjalë Allahut azza wa jall: ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ndeshni ose pasani ose nështrojeni asana çka ju ka zbritur nga Zoti juv, nga Allahu azza wa jall. Ka zbritur Kurani dhe Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Çka japi dërguari, merreni, çka ju ndalon atëre shmangjuni, largoni pe sa edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith: Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah. Ai cili më bindet mua në të vërtetë ka bindur Allahut azza wa jall. Ai cili më kundërshton mua në të vërtetë e ka kundërshtuar Allahun azza wa jall. Pra, fikhu nuk është vetëm shkencë teorike, mirë po njeriu e mëson për me praktiku në jetën e tij të përditshme, edhe për të thënë njerëzve të ushqaruar njerëzve dispozita të ndryshme që janë të përmendura në Kur'an dhe në Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vim edhe sharojmë këtu disa prej termeve, e që këto terme zakonisht përmenden në usul fiqh. Mirë po, disa prej dietarëve përmenden në librat e tyre të fiqhut për me tregu ose për me pas më të lehtë ai i cili dëgjon ose i cili lexon, domethënë disa çështje gjatë trajtimit. Për këtyre është fjala farz dhe fjala wajib. Çka ka kuptimin fjala farz dhe fjala wajib? Tek dietarët, fjala farz ka kuptimin ma talaba ash-shari'u fi'lahu ala sabil al-jazm, ose ma amara bihi ash-shari'u fi'lahu amran jaziman. Për afërta janë këto. Domethënë çka kërkon feja veprimin e saj në mënyrë të prerë. Kur feja kërkon për ne me vepru diçka, qoftë fjalë apo vepër, qoftë me thonë atë fjalë apo atë vepër, edhe ka ardhur kjo në mënyrë të prerë, atëherë që kjo ka kuptimin e farzit. E si rezultat i kësaj është se në qoftë se ti e praktikon ata, pra do të thonë farzin, e zbaton farzin, kish problem. Në qoftë se nuk e zbaton, ki ndëshkim ose meriton dëshkimin. Në ditën e gjykimit, meriton dëshkimin. Pra, kjo është kuptimi i farzit. Kuptimi tjetër është vajib. Tek shumica e dietarëve, fjala farz dhe vajib e kanë të njëjtin kuptim, ose janë sinonime të njëra tjetër. Kur thuhet farz edhe vajib e kanë të njëjtin kuptim. Mirë po, të dietarët Hanefi dhe një transmetim prej Imam Ahmedit,
ka dallim mes tyre dhe dallimi mes tyre është në forcën e argumentit. Në forcën e argumentit. Kur ka ardhur për shembull feja ka urdhëruar për kryen e një veprimi në formë të prerë. Nëse argumenti që ka ardhur është argument mutawatir, është argument i fortë i prerë, atëherë ajo dispozita që nxjerrët prej saj është farz. Kan thonë, nëse është argumenti nga Kurani, i cili ka ardhur në mënyrë mutawatir, ose hadithi mutawatir, dhe dispozita që përmban ajet kuranor ose hadithi pejgamberit alayhis salam, kanë thonë ajo që ka përfituar për këtyne, atëherë quhet farz. Ndërsa vajib konsiderohet pak më e ulët, për arsye se argumenti që ka ardhur, në që këtë rast është argumenti hadith ahadithun, do thonë që është transmetuar nga një transmetues, dy transmetues, edhe aty ka ardhur në formë prerë. Mirë, po argumenti është pak nuk është i fortë sikurse Kurani dhe hadithi. Të dyja janë të pranuara, atëherë quhet vajib. Do të thonë dispozita e përfituar nga ky argument, i cili është hadithi e pejgamberit alayhis salam ahad, kanë thënë që është vajib, përderisa thanë tek shumica e dietarëve, farzi dhe vajibi janë sinonime të njëra tjetrës, përveç se në disa çështje, për shembull në disa çështje të haxhit ose nganjëherë edhe në namaz. Përndryshe janë sinonime të njëra tjetrës. Pastaj kemi termin farz ain dhe farz kifaje, farzi individual dhe farzi kolektiv. Çfarë do të thotë? Nëse rikthejmë edhe një herë atë definicionin e farzit, vetëm e bën mishtojtës. Domethënë, kur feja kërkon ose urdhëron për një veprimin e diçkaje në mënyrë të prerë, nëse kërkon nga çdo individ me vepru, quhet farz ain, farz individual, sikurse namazet. Domethënë, a bën që njeriu po namazi në përgjithësi është i obliguar. Mirë, po kanë falë tanja 50 veta, 100 veta ose 1 milion veta, për tjerë të bjen. Jo, për çdo person është obligim falja e namazit, për arsye se është obligim individual. Kërkohet nga çdo njeri me bëta. Edhe agjerimi i Ramazanit kërkohet nga çdo njeri. Edhe dhënia e zakatit për atë i cili ka arritur atë farë nisabin edhe, domethënë për ta është bërë obligim dhënia e zakatit, nuk mjafton me thonë Allah vesh 1 miliarder me dhon zakat edhe po mjafton. Jo, çdo një person i cili i kanë plotësuar kushtet për me dhon zakatin, duhet me dhon zakatin. Pra këto konsiderohen thirrët farz ain. Farz ain do të thonë farz individual, që ka për detyrë çdo person me e praktiku. Tjetër është farz kifaje ose farz kolektiv. Farz kolektiv për arsye se feja e ka kthyer veprën si vepër. Sa a kryen dikush apo jo. Për shembull, të marrim shembull larja e xhenazës, varrosja e të vdekurit, falja e xhenazës, çefinosja. Këto janë vepra të cilat kërkohet do gjithsesi dikush me vepru. Mirë, pa a kërkohet për çdo individi me fal xhenazën, për shembull, do thonë ka vdek një person në Arabi Saudite, nëse krejt musliman në krejt botës nuk ja falin xhenazën, janë gjinaqar, ja. Qëllimi është me u fal xhenazë atij. Edhe me çefinosë, me varros. Kërkohet nga një pjesë e njerëzve me këtë detyrë, nuk kërkohet nga krejt njerëzit. Këto janë farz, kjo konsiderohet farz kolektiv. Sikurse edhe në mësimin e fesë, edhe në çështjet e tjera, duhet gjithsesi me kry dikush. Mirë, po nëse nuk e kryen askush, atëherë të gjithë janë mëkatar. Kjo është shkurtimisht kuptimi i farz, kifaje, farzit kolektiv. Kemi një term tjetër i cili ka të bëjë është i afërt me fjalën farz, ose dy terma. Para është rukni, edhe e dyta është sharti. Rukni është shtylla dhe e dyta sharti është kushti. A kanë dallimin mes veti? Të dyja duhet gjithsesi të veprohen. Nëse nuk veprohen, atëherë adhurimi është i pavlefshëm, ose transaksioni është i pavlefshëm. Në këtë rast, për shembull, ta marrim rukun dhe sejdën. Rukuja dhe sejdja, nëse dikush fal namaz pa ruku, e themi se namazi i tij është i pavlefshëm, për arsye se kryerja e rukus në çdo rekat është rukn. Është farz natyrisht, mirë po është rukn shtyll direkt i çatina adhurimit. Nëse dhe rukun nuk gjendet, atëherë bjen edhe është i pavlefshëm çaj adhurim. Në këtë rast themi se gjithsesi duhet me vepru.
Edhe sharti, kushti, gjithsesi do të me vepru. Adhurimi është i pavlefshëm. Mirë po dallimi është se rukni është që gjendet brenda adhurimit, ndërsa sharti është që gjendet jashtë adhurimit. Të dyja të zbën pa u vepru. Për shembull, pe kushteve namazit është pastërtia, marrja e abdesit. Mund me thonë që dikush duke u fal po merr abdes? Apo para se më fal merr abdes? Para se më fal merr abdes. Që do të thotë kushti i paraprin adhurimit. Mirë, po nuk është pjesë përbërëse brenda në adhurim. Ose mund me thonë do të gjithsesi më plotsu, pastaj dashta me vazhdu. Mirë, po fillimisht është që është para adhurimit. Mirë, po rukni është që gjendet brenda në adhurim. Pa abdes, a pranohet namazi? Nuk pranohet namazi. Pa ruku nuk pranohet namazi. Po dallimi se rukuja është rukn, është shtyllë e namazit, ndërsa abdesi ose kthimi ka kible është kusht, që do të thonë para se më janis me fal namazin, do të më kthi ka kible, masanë edhe me vazhdu me qëndru gjatë namazit ka kible, është fjala për namazin farz edhe nafilen për të cilën nuk je në udhtim. Pra, këtu kanë dallim. Rukni, pra thamë edhe një herë, shtylla, rukni, është pjesë përbërëse e një adhurimi. Në qovë se nuk veprohet, çaj adhurim është i pavlefshëm. Sharti, kushti, ose para kushti, më me përkëty kështu, është në qovë se nuk veprohet, është i pavlefshëm. Mirë po, nuk është pjesë përbërëse e adhurimit, është diçka jashtë, po nuk bën pa ta. E morëm shembullin e abdesit, edhe morëm shembullin e drejtimit drejt kibles, edhe kushteve të namazit, ose kushteve të çfarë do adhurimi tjetër. Mirë, po vetëm e mora se shembull kushtin në namaz. Domethënë këtu i kemi për qëllim me fjalën rukn dhe kusht. Pastaj kemi fjalën ose termin mustahab. Mustahab është aja që ka kërkuar feja veprimin e saj, mirë po jo në mënyrë të prerë. Kur një vepër ose një fjalë ka kërkuar feja veprimin e saj, për shembull namazi duhas, ka kërkuar është mirë me vepru. Mirë po jo në formë të prerë, atëherë themi se kjo është sunet ose është mustahab. I mustahab i vjen i preferuar. Është sinonim i sunetit, është sinonim i nafiles. Megjithatë disa prej medhhebeve ka dallim mes të termeve të ndryshme. Mirë po në parim, mustahab, sunet, nafile e kanë të njëjtin kuptim, që do të thonë se ka urdhëruar feja veprimin e saj, mirë po jo në mënyrë të prerë, e që do të thotë se në qoftë se e vepron kish problem, e në qoftë se nuk e vepron nuk ki ndëshkim. Me lënë namazin e duhas, a ki gjuna, s'ki gjuna. Me lënë namazin e natës, a ki gjuna, s'ki gjuna. Edhe kështu, mirë po, nuk është mirë me s'mi vepru. Është mirë me vepru. Mirë po, a dënohesh? Jo, nuk dënohesh. Kjo është ai mustahabi. Pastaj e kemi termin mubah. Mubah është i lejushmi, diçka e lejume. Është një vepër ose një fjalë për të cilën në fe nuk ka ardhur as urdhëres, as ndales. As nuk shpërblesh, as nuk do shkosh. Do të thonë është e lejume. Për shembull, tregtia pas namazit të xumës. Thot Allahu Azza wa Jall, fa idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Do të thonë kur të kryhet namazi i xumës, atëherë shpërndahuni, do të thonë bani tregti edhe wabtaghu min fadlillah, kërkoni nga mirësitë e Allahut Azza wa Jall. Tash, a mund të thonë se tregtia, puna mas namazit të xumës është diçka e urdhëruar? Nuk është e urdhëruar, as nuk është e ndaluar, është e lejuar. Është e lejuar, mirë po mundet me kon njeriu, do të thonë me fitu sevape me niyet. Nëse bën niyet, për shembull, mos më ashtri dorën ditë kujt tjetër ose do të thonë çështje të tjera. Mirë po në esencë është mubah, është e lejuar. S'ka për të as ndëshkim, as shpërblim. Do të thonë s'ka as urdhës, as ndalesë. Kjo është mubah. Pastaj kemi termin tjetër që është haram, e kundërta e vajibit edhe e kundërta e farzit atje, tek xhumhuri, tek shumica e dietarëve, e që kuptimi i haramit është
çka feja ka kërku mos veprimin e diçkaje në mënyrë të prerë. Domethënë, çka feja ka kërkuar mos veprimin e ndonjë vepre apo ndonjë fjale në mënyrë të prerë, atëherë konsiderohet haram. E si rezultati i haramit është në qoftë se e lën ato çka është haram, edhe ki për qëllim frikën ndaj Allahut azza wa jall, shpërblehesh. E në qoftë se e vepron ndëshkues ose meriton dëshkimin. Shkjo domethënë harami dhe pastaj në kamet edhe mekruhi, e që është, domethënë, diçka e papëlqyme. Kur themi mekruhet e namazit, diçka e papëlqyme që ndon të thotë kundërta e sunetit ose mustahabit, dhe të shumica dietare mekruhi është vetëm një kategori, nuk janë dy kategori. Mekruhi është çka ka kërkuar feja mos veprimin e diçkaje, mirë po jo në mënyrë të prerë. Jo në mënyrë të prerë. Domethënë ka kërkuar që mos me vepru. Mirë po jo në mënyrë të prerë. Çfarë do të thonë kjo? Kjo do të thonë se në qoftë se e praktikon çat mekruh, nuk ndëshkohesh. Mirë po në qoftë se e lën, atëherë ki sevape. Nëse e lën mekruhin, ki sevape. Që është e kundërta mustahabit dhe tek dietarët Hanefi, domethënë është mekruhi ndan dy lloje, mekruh tahrimen, i cili është e kundërta vajibit atij, domethënë është shumë afër me haramin, mirë po nuk e ka atë ndëshkimin sikurse harami, është haram, mirë po nuk e ka ndëshkimin sikurse harami, çka ka ardhur ndalesa për ta me një argument prerë, domethënë argument shumë të fortë nga Kurani ose diçka, edhe tjetra mekruh tanziha që është mekruhi që është tek këta dietarë të tjerë. Domethënë janë këto terme që njeriu do të më pas parasysh dhe është një çështje kryesore që duhet të trajtu sa i përket fikut. Shpesh njeriu gjen te hoxhallarë ose pyet ose ka dëgju rreth një çështje të caktuar se kanë mendime të ndryshme, ka mospajtime të ndryshme rreth një çështje të fikut. Edhe pyesin, pse me pas mospajtime? A është normale me pas mospajtime ndërmjet dietarëve? Gjejmë kanë të njëjtin akide, të njëjtin besim. Mirë po, dikush e ka një mendim, të jep një mendim, kështu, dikush thotë jo, mos e vepra ato, vepra pak më ndryshe. Atëherë, është në rregull ajo. Çështja e parë është se është e natyrshme divergjencat, janë të natyrshme divergjencat edhe mospajtimet ndërmjet njerëzve në përgjithësi. Se Allah azza wa jall nuk e ka bërë të njëjtë krejt njerëzit. Dallojnë në aspektin e perceptimit, të mbamendjes, të kuptimit, të shumë çështjeve të tjera. Domethënë krejt njerëzit nuk janë të njëjtë. Edhe dietarët nuk janë të njëjtë. Ka dallime mes dietarëve. Mirë po, ajo çka është në rëndësi këtu më përmend është se dietarët kur kanë përmendur këto divergjenca ose këto mospajtime të dietarëve, kanë përmendur se këtu ndodhin zakonisht në senet dytësore, jo në senet parësore. Dhe kanë përmendur se çështjet e fikut kanë ato që janë çështje parësore, themelore, bazike. Dhe kanë çështje dytësore. Në çdo kapitull të fikut ka kësi mesele. S'po flasim fikun se fik. Mirë po brenda fikut, për shembull brenda abdesit, janë çështjet që janë parësore, themelore, edhe çështjet dytësore. Në çështjet themelore nuk ka mospajtime ndërmjet mëdhëbeve. Çështjet domethënë nuk ka mospajtime ndërmjet mëdhëbeve. Te krejt mëdhëbet është abdesi për shembull është farz. E që domethënë nuk ka mospajtime rreth aty në 4 gjymtyre që duhet mu la dhe do të më jap mes, që ka ardhur në jetën e abdesit. Domethënë këto janë çështje themelore. Mirë po janë disa çështje dytësore që ka mundësi me pas mospajtime ndërmjet dietarëve. Pra, në shumicën e rasteve dietarët në senet themelore edhe në një pjesë madhe të dispozitave nuk kanë mospajtime. Mirë po kanë mospajtime për çështje dytësore. Përmendëm një shembull, për shembull, edhe për namaz, edhe për çështjet e tjera të transaksionit, për çështje themelore, çështje bazike. Në çdo kapitull, edhe çdo në kapitull ka çështje bazike thash edhe çështje dytësore. Tash nuk kanë mospajtime në shumicën e rasteve rreth çështjeve bazike, ka mundësi me pas në çështje dytësore. Mirë po shtrohet pyetja, pse kanë mospajtime dietarët? Dhe a është në rregull me pas mospajtime? Përmendëm që njerëzit janë që dallojnë njëri prej tjetrit dhe Allah azza wa jall nuk e ka dhënë atë aftësinë të kuptimit të mbamendjes edhe nuk ka mundsuar ndoshta krejt njerëzve në një periudhë kohore, sidomos në ato kohëra të mëhershme,
me lexu të gjitha hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye, të gjithë dietarët e mëdhëve, pa përjashtim, asnjëri prej tyre nuk e ka pasur qëllim kundërshtimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk e ka pasur për qëllim me kundërshtuar një dispozit qëllimisht. Asnjëri prej dietarëve, domethënë që domethënë katër mëdhëbet edhe ata dietarë të tjerë që dietarët që konsiderohen dietarë të ummetit, ta asnjëri prej tyre nuk e ka pasur për qëllim me kundërshtuar ndonjë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, pse nga një herë në shikim të parë duket se e ka kundërshtuar një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dietarët kanë dhënë arsye. Sheikhul Islam Ibn Taymiyah ka një libër Raf'ul Manam anin a'immatil alam, ku tregon arsyet pse dietarët kanë mos pajtime dhe nga një herë pse nuk kanë punuar për shembull me një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I përmend shkurtimisht se kjo është temë vetë, mirë po duam të përmend, i përmend 3 arsye kryesore, pastaj ka degëzimi aty. Arsyeja e parë thotë se nuk e ka besuar që është hadith që është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose për arsye se nuk i ka arrit. Në gjeneratat e mëhershme ka ndodhur që, domethënë, sidomos në periudhën e tabeinëve, krejtësoni e pejgamberit alayhis salam nuk është të bunë në vend. Kjo ka ndodhur më vonë. Ka pas mundësi mi ujk shumë për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Ibn Mas'udit, edhe Ibn Abbasit, edhe nxënësve të tyre, edhe nxënësve ka pas mundësi mi ujk disa hadithe të pejgamberit alayhis salam. Pra, ka pas mundësi që mustahidi, dietari i madh, nuk i ka arrit hadithe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sidomos kjo vlen për kohërat e mëhershme. Pastaj i ka arrit hadithi, por se ka besuar që është hadithi sakt, për arsye se ka vendosur kushte rigoroze, që si kanë vendosur dikush tjetër. Thotë unë për me pranuar një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e vendosi këtë kusht. Ai tjetri thotë ja, unë nuk e vendosi këto kushte. Për këtë arsye thotë, ky te unë hadith dhaif, nuk punoj me atë hadith. Nuk është i sakt. Ai tjetri thotë është i sakt. Kjo është njëna prej arsyeve. Domethënë, mund të më ardh hadithi, mund të më pa, mirë po thotë unë të kon është hadithi jo i sakt. Ka mundësi të jetë i sakt hadithi të kaj. Mirë po momentin nuk i ka kujtu, ose nuk e ka pasur parasysh. Sa njëri, sa ndoshta e lexon diçka dhe ato librat e hadithit janë të shumta, mirë po ka herë e harron hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe jap një gjykim, nuk shkon mendja, e harron. Kjo është njëna prej atyre arsyeve. Domethënë kur nuk e beson që një hadith i tillë është i saktë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për këtë arsye nuk ka vepruar me ta. Ka vepruar me rregulla të përgjithshme, me qiyas ose me diçka tjetër. Arsyeja e dytë, që e përmend Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, thotë është në qoftë se e ka besuar që është hadith i saktë, edhe ka pas para vete edhe mirë po ka thënë nuk është argument për meselen që po flasim. Se ka mundësi një hadith me qenë i saktë, dikush thotë është aludon ose argumentohemi me ta për çështje të caktuara. Ai tjetër thotë jo, kjo është për diçka tjetër ka ardhur hadithi. Unë pranoj hadithin e saktë, ose është për çet mesele. Ose ka mundësi me qenë për këtë mesele, mirë po ka ardhur një hadith tjetër i cili e ka specifikuar. Janë disa hadithe ose ajete përgjithshme ka ardhur që kanë specifikuar, kanë qartësuar, ose ka ardhur ky hadith ka fol për një gjendje, hadithi tjetër për një gjendje. Thatë ky, domethënë është hadith, nuk mundna me punu me ta për arsye se ose është i përgjithshëm ka ardhur diçka që e ka specifikuar, ose për arsye se unë domethënë besoj që nuk është që argumentohet me ta në meselen e caktuar. Edhe arsye e tretë është se ka qenë hadith i saktë. Edhe ka qenë hadith për meselen e caktuar, mirë po hadithi është i abrëgum, është i shfuqizuar. Ka ndodhur shfuqizimi. Për shembull, të marr një shembull konkret për me ilustru, se mos flasim vetëm në si teori. Për shembull, hadithu innamal ma'u min al-ma'. Uji është për shkak të ujit, kështu nuk falesht. Mirë po, është për qëllim larja obligohet për shkak të, domethënë, derdhjes së spermës. Domethënë kjo është kuptimi i këtij hadithi. Mirë, ky hadith është shfuqizuar në një hadith tjetër. Është më shfuqizuar me një hadith tjetër që do të vjen ndoshta me lejen Allahu Azza wa Jall, qartësimi i këtij hadithit ose këtij dy haditheve. Dhe domethënë ka besuar që është hadith i saktë, mirë po thotë kjo është abroguar, është i shfuqizuar dhe unë nuk punoj me diçka që ka qenë në një periudhë caktuar i lehtësuar ose obliguar pas një periudhe, pastaj është shfuqizuar ajo dispozit. Dhe përmendëm na se pra mas pari sa i përket mos pajtimit të dietarëve, asnjë prej dietarëve
të umetit, se cilët janë të dëshmuar, nuk e ka kundërshtuar me qëllim ndonjë hadith pejgamberit alayhis salam. Të gjithë kanë porositë, më thonë që fjala e tyre kanë ardhur edhe fjalë të ndryshme nga ata, do të thonë se fjala e tyre kur janë kundërshtim me hadithin e pejgamberit alayhis salam, atëherë duhet me u marr për bazë hadithit e pejgamberit alayhis salam, me jo fjala e tyre, prandaj nuk kanë qenë fanatik. Edhe njeriu i cili mëson ndonjë fik, ndonjë libër të fikut, nuk do të më kon fanatik. Edhe nëse i qartësohet atij ndonjë argument ose ndonjë mendim pak më ndryshe, nuk do të më kon fanatik ndaj personit, ndaj shehut, ndaj, domethënë me dhëbet caktuar, mirë po kur të sheh hakun, atëherë me pasu. Mirë po këtu vjen edhe një çështje me rëndësi. Kujna i lejohet me bëj ijtihad. Ai lejohet çdo kujt me bëj ijtihad. Njeriu i cili për shembull lexon 2-3 hadithe, kom lexuar hadithin në Buhari edhe tash me nxjerr dispozitën, ja, nuk lejohet atina personit i cili, domethënë mas pari, sepse për një çështje caktuar do të kushtohet me mbledh të gjitha argumentet, nga Kurani, nga Suneti, nga ijmaja, ka ijma, nga qiyasi, nga këto argumentet për një çështje caktuar do të më mbledh nëse dëshiron të dalë në gjykim. E kjo për një pjesë të madhe të njerëzve është e pamundshme, se nuk janë ata specializuar. Pastaj metoda, mënyra e kuptimit të teksteve. Nëse sidomos kur ka në kundërshtim mes tyre ose kontradikt në shikim të parë. Çush më kuptua ato tekste? Për këtë arsye do të më njoft gjuhën arabe mirë, do të më njoft rregullat e usulit fikut mirë, do të më ditë edhe a është hadithi sahih apo jo. Nëse ka kundërshtim, çush me mendimin e kujna me marrë. Kështu me radhë. Domethënë janë çështje të cilat nuk i lejohet çdo kujt, me thonë tash e kam lexuar një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tash po veproj me këtë edhe çështo është meselja. Ja, kjo janë këta janë ata mujtahidat edhe dietarë që flasin për këtë. Janë ose atina i cili për me ka kaluar një kohë edhe ka mësuar këto shkenca. Edhe ka predispozita, domethënë që me bëj ijtihad. Por ndryshe ai i cili futet në ijtihad edhe jep leje vetvetes më fut në ijtihad, pa pasur ato aletet, mjetet e ijtihadit, atëherë ky njeri, domethënë ka fol për Allahun azza wa jall, diçka që është ndaluar. Domethënë ka fol pa dije. Ka fol pa dije për fen e Allahut azza wa jall. Këto janë, domethënë çështje të rëndësishme që duhet të trajtohen ose të qartësohet dhe me lejen e Allahut azza wa jall do të fillojmë në dersin e ardhshëm në detaje qartësimin e meseleve, qartësimin e dispozitave të fikut, duke filluar për fikut të hare, fikut të pastërtisë, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.